Finalizohet operacioni policor i koduar Gans për goditjen e armbajtjes pa leje në Fier. Policia kapi dhe vuri në pranga 41 vjeçarin që qarkullonte me automjet i armatosur me armë zjarri. Në pranga ra edhe një 21 vjeçar pasagjer në automjet për veprën penale moskallëzim krimi. Sekuestrojnë arma e zjarrit tip pistolet, një armë sportive, automjeti me të cilin udhëtonin të arrestuarit dhe 2 celular. Sipas njoftimit të policisë, në vijim të punës për goditjen e armbajtjes pa leje dhe identifikimin e personave që qarkullojnë të armatosur, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, bazuar në informacionet e siguruara, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Gans. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit JB 41 vjeç dhe AL 21 vjeç, të 2 banues në Fier. Gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte shtetasi JB, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip pistolet me 5 fishek në krahër. Më pas, gjatë kontrollit të një servisi në pronësi të shtetasit JB, u gjet dhe u sekuestrua një armë sportive tip pushk ajrore. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi e armëve shpërthyese dhe i municionit dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive në ngarkim të shtetasit JB, si dhe moskallëzimi i krimit në ngarkim të shtetasit AL.